Një natë që do të mbahet me në gjatë. Finalja e Big Brother VIP Kosova 4 u mbyll me spektakël madhështor në Klan Arena, mes emocionesh të forta, surprizash dhe një atmosfere elektrizuese që e bëri publikun të mos i ndalte duart trokitjet. Pas një rrugtimi të gjatë plot sfida, debate dhe momente të papritura brenda shtëpisë më të famshme në vend, fituesi i edicionit të 4 u shpall Londri Mekaj. Ai arriti të triumfoj dhe të rëmbej çmimin e madh prej 150.000 eurosh, duke kurorzuar aventurën e tij me fitore. Momenti i shpalljes ishte shpërthyes, ovacione, konfeti dhe emocione të papërmbajtura. Lëndrimi falenderoi publikun për mbështetjen e vazhdueshme, ndërsa sytë e tij tregonin se kjo fitore kishte peshë më të madhe se vetë çmimi. Por drama nuk mbaroi me kaq. Vetëm pak orë pas finales, ai publikoi reagimin e parë që shpërthei urrjetin. Një foto nga momentet pas triumfit e shoqëruar me mbishkrimin: "Qeshtu doket njeri me 150.000 në xhep." Një fjali e thjesht, por që ndezi rrjetet sociale. Postimi u shpërnda me shpejtësi, mori mira pëlqime dhe komente, ndërsa ndjekësit e përgëzuan jo vetëm për fitoren, por edhe për spontanitetin dhe stilin e tij unik. Me këtë natë spektakolare në Klan Arena, Big Brother VIP Kosova mbylli një tjetër kapitull të suksesshëm, duke lënë pas një sezon plot dinamika, përplasje dhe momente që do të diskutohen gjatë. Por pyetja për ju është: a ishte lëndrimi fituesi që e meritonte këtë edicion?